Të rinjet shqiptar të Kodrës e minatorëve po knashen. E të rriturit po thonë se këtu ka situatë jashtëzakonshme për jetesë. 3 vjet mi kanë gjuhë bumbet nga bërë vetëm me 1 pikë këtu. Për t'u zbutur këto halle banorëve, në këtë lagje të mërkurën dole një mysafire e rrallë. Ditën kur pritet që të merret një vendim i rëndësishëm për këtë zonë në Bruksel, shefi i zyres administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhić, doli për vizitë në lagjen Kodra e minatorëve për të dëgjuar hallet e banorëve të këtushëm. Hoxhić në këtë tubim foli shqip e banorëve u tregoi qëndrimin e zyres që ai udhëheq për bisedimet Kosovë-Serbi. Do të kemi rezultatet pozitive nga ky dialogu që së pari kemi mjaft siguri për të gjithë. E kur të ketë më tepër siguri këndaj pari, atëherë nuk do të ketë më nevojë për shpërngulje. Unë ju kisha lutur të qëndroni aty ku jeni. Ky është qyteti i juaj dhe ne duhet të bashkëjetojmë me të gjithë komunitetet. Por nuk ka garanci se shqiptarët do të vazhdojnë të mbesin edhe gjatë këtu. Edhe na dolim krejt sikur ata dhe ja vlëm poster këtu. Ky reagim u nxit në momentin kur u përmend puna që bëri zyra administrative dhe institucionet për të ndihmuar banorët e kësaj ane. 15 familje. A veç 15 janë? Veç 15. S'është e vërtet? Se buti. Nuk është e vërtet. Shqiptarët e Kodrës së minatorëve po mendojnë se po bëhen ndasi. Se drut dikujna gjithë dikujna kur. Marrësh, Hic. Unë jam për ata që ja hic, ja tombë. Por Hoxhić u premtoi atyre më shumë angazhim në renovim të shtëpive, por edhe në ndihma tjera. Këto telashe dhe siguria e mangët i ka bërë banorët të ndihen pesimist rreth bisedimeve. Ndryshimet mëj me prit vetëm të mirë Serbisë, në tonën e për veriun, kur gjë mirë s'mëj me prit. Po ka të zhgënjur u shfaqën edhe disa serb të veriut me cilët bisedoi Klan Kosova. Nuk pres asgjë. E dini ju kush vendos për këto punë. Nuk di kur gjë, nuk kam ide. As nuk po më intereson. Çka di unë?